Po studio, një nga pikat më të rëndësishme historike dhe kulturore të qytetit është pikërisht edhe qarshia e Shkupit. Sot ndodhemi këtu për të folur për disa nga shqetësimet kryesore që po prekin këtë zonë, duke filluar nga problemi i qenëve endacak, dëmtimet e kaldrëmit, ashtu siç keni mundësi ta shihni edhe në prapavin ton, prania e lypsarëve që shqetëson qytetarët, si dhe prania e veturave në kohë të pacaktuara në për qarshinë e Shkupit. Sot do flasni për këto tema shqetësuese me kryetarin e SNAF-it të Qarshisë, Bujar Dullovi. Përshëndetje dhe mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi, përshëndetje mirësela. Bujar, atëherë, çfarë lloj dëmtimesh ka pësuar kaldrëmi i Qarshisë nga ndërhyrjet e ndërmarrjes publike? Pa shif, kjo nuk është që sot ndodh kjo, ne? Kjo ndodh që disa vite ndodh me radhë, ku si ta themi, kjo ndërmarrja publike u sjellësit, është e mira që sanojnë problemet të cilin e paraqitet, po e ka një problem të cilin e ka patjetër ta kthejnë në gjendje më pashme kaldërmën dhe nuk kanë obligim dhe nuk kanë firmë të cilin e kryjnë këtë obligim për ta kthyer në gjendje të më pashme. Edhe neve na shfaqen probleme për të arsye se është një pamje shumë e keqe, ku përveç se të cilën mbledhet sikur shohim këtu mbrapa neve këtë që është një me ujë me shumë vrimë ndryshme, kemi edhe lëndime ku lëndohen, ku njerëzit duke shiqur për vitrinat, rëzohen dhe lëndohen, shpesh lëndohen. Dhe është një pamje shumë e frikshme për neve, sidomos për këtë haset kulturor të cilën neve mundohemi të arrujmë, ku po ta prekim ne, për të sanu, ne do të gjobitemi. Po dhe vetë si SNAF që mundohemi, disa vrime e kemi mbyllë, vetë i kemi mbyllën, për atë arsye se është frikshëm parashitores dikuna, parashitores dikuna që tjetë një vrimë e madhe ku ti ta sanësh, konservatorët do të vinë dhe do të gjërbosin, apo do të si një shkaptëm, do të na dënojnë, edhe do të na kazojnë dhe një kazim penal të si nuk di çfarë nivelit. Kunse ujësillësi dhe kanalizimi nuk është problem, por ato mund vinë, hapin, thejnë gurin me bagerë, me ketë, e sosin punën e vetë, po se ne kemi ranë me një halë. Kur paraqitet një problem, a i mund sel një problem tjetër të cilën mund të ujë të rrjedhe, edhe shafon gjitha rruga shafon. Ne kemi qef të asanojmë atë problem, ato dalin që nuk mund të muhoj, dalin në menjanimin e problemit, po, si them, ekipi tjetër që du të asanon. Edhe këtu hasim në probleme. A ti lëm apo mos ti lëm të bëjmë? Apo ti denonsojmë apo mos ti denonsojmë? Po, ajo është një problem të cilën ne kemi në Qarshinë, nuk është veç ajo, po kemi shumë probleme tjera, sidomos me hyrjet e veturave të cilën hidrolikët të cilën e kemi janë të vendume që kohë janë vendume atone dhe nuk janë në funksionon, nuk janë në funksion të duhur për të arsye se ato duhet sanohen, nuk ka përgjegjësi askush, është një problem të cilën letë me vendu, por problemi mbajt është shumë problem. Problemi numër 1 të cilën e kemi me veturat, ku e kemi të lejuar deri në ora 9, kemi kërkuar në komunë, për mund të bënë furnizimet, gjithë e SNAF-at të bënë furnizimet, po edhe kompanit tjerë të cilën i binë ushimet i binë. Është e mira që kemi kërkuar që deri në ora 9 të jetë e lejuar për futjet me makina të lehta për mos më dëmtu kaldërma. Po ato janë, që më thonë, hapën mëngjes dhe nuk mbyllën për të arsye se s'kanë mirëmbajtje. Ashtu si thash në kohë të pacaktuara, vazhdimisht domethënë ka vetura në Qarshinë. Po si them, njerëzit ndoshta edhe nuk e dinë shumica, po SNAF-ët e dinë, po problemi është se të paditë që janë jashtë Qarshisë, që vinë e që shohin të hapun, edhe ai thotë e lirë, futet. Kemi vendosur disa shenja të cilën tregojnë që është ndaluar hyrja, është deri në ora 9 maksimumi, për me hinë në Qarshisë, se kjo është një zonë komsorike, nuk është stas për të ecë me vetura, po ata ne kemi paraqit disa herë këtë rast, dhe, si them, jemi bënë, na duket vetja që jemi bënë dhe të mërzitshëm me këto, ankesat tona, edhe kemi fillu të miremi edhe vetë, ku dje një në hyrje që kemi të Qarshisë, u dështë i vendosim disa zhardonjera, të cilën për mos mund të fut makinat mëjna se është e pahishme është, sidomos tash sezonën e verës që patjetër e kam ta potencoj që ne presim ku në vitin më për vjet 2024-ën
kemi pas vizitor veç për një shtetin mbi 280.000 vizitor nga Turqia, ku është një numër i madh edhe që thamë është i gëzueshëm. Po flas veç për një shtet, po flas për gjitha shtetet. Vetëm Turqia, ku ne presim musafir shumë të na vinë në Çarshi. Edhe ne dojmë t'i presim, se them, të jemi të gatshëm, me makinat t'i menjanojmë, me vrimat t'i sanojmë, sidomos me qenët e ndërcaktë të cilën i sjellin në mënyrë se ka vi nuk i di kush i sjell, ku kemi patjetër kanë të përmend, ku kemi të paraqitur të cilën vjen nga udhëheci turistik, të cilën kur vinë me turistët i sjell me veti i sjell qend. Po, qend i sjell edhe futen në Çarshi. Po kishim para disa dite kishim një rast ku qenët e ndërcaktë sulmojnë turistët e sulmojnë dhe esnafët dalin se them në ndihmë të atyre se u frikojnë pa masa, ishin shumë qenë, një grup, një tufë qenëve, ku në mes të Çarshis, si themi ne, edhe kjo na mungoj të kemi në mes të Çarshis. Më falni se... Po. Është një problem shqetësues se duke ditur që Çarshia vizitohet nga turistë të huaj, jo vetëm nga Turqia ashtu siç e potencuat, por nga shumë shtete evropiane dhe ne jemi një shembull konkret se si duhet të ruhet tradita, historia dhe kultura që frymon në Çarshi. Por që këto probleme shqetësuese nuk janë sot, janë kohë më herët dhe andaj duhet të përpiqemi edhe ne si komunitet që të jemi më të kujdesshëm sigurisht, sepse nga vetë ne duhet të nisim gjithçka dhe sigurisht ne duhet të kemi atë kujdesin më të veçantë që të sanojmë, mos të presim, domethënë që të ndodhin këto probleme, të jemi më të kujdesshëm edhe ndaj mbeturinave dhe gjithçka tjetër, ne si qytetar, por nga ana tjetër edhe institucionet mendoj që duhet ta kenë atë përgjegjësinë më të madhe që nëse eventualisht prishën ndonjë kaldër, ose ka qenë ose do thënë ta kenë përgjegjësinë që të ketë edhe siguri më shumë, por edhe të rregullon këtë çështje. Një vend ku është, si them, pa rend, me vite ka pas rend, s'ka pas asnjë send, është shumë rënd ta futesh në sistem. Nuk do të them që asnjëherë nuk i kam amnestuar të esnafët, si them. Unë çdo herë i dhërohem në to e mandej në institucione. Gjithë kam qenën kritik ndaj vetvetes edhe ndaj tyre, me atë rast që ne mas po duhet të ngritim vetëdijsinë që kjo është shtëpia jonë me një fjalë. Ku të llogaritim si shtëpinë tonë, ta ndrojmë atë çastjen ballkanike që mua më intereson veç mbrenësia ime, jashtë nuk më intereson. Ne kemi fillu, nuk mund ta mohoj. Kemi fillu që të kujdesemi për, se them, për vetveten edhe për shqitorët edhe për oborin para. Unë tash si mbrapa neve si shifët kjuj, nuk e lash me qëllim, si thëmi ne, që raport ta pastron, veç me qëllim si tregova që kam emision që ta shohim, se ne veti pastrojmë shumë në rasteve, po është kjo Çarshi. Është një qendër, ta them, të cilën mund ta them tregtare, ku ndrohen, me vite ndrohen, si të them, qiragjit. E tashti, ti një vit ke punu, e ke edukue në rend, edhe vinë 3-4 qiragjit të ri, të cilën me atë, si themi, tabiatet e veta, edhe fillon, e banë bërlogin e le para derës, ti du të prapë shkojsh të fillojsh për një fillim të mirësh me to, ti të regojsh që kjo është rend, ka kështu, edhe është një fotografi të cilën në paraqitet sikur gjithë e bëjnë. Ne, një punë e kemi shumë me rëndësi, të cilën musafirët, turistët, mos diqmi gjë të bëjmë, i mirëpresim shumë, i mirëpresim me shumë grotësi, busheshe bile i shesim, si them. Mos asë gjë bile busheshe një shesmi, i mirëpresim, që nuk guxon, s'na ka ndodhën, që do të bëhen ndonjë hajni, nuk s'na ka ndodhur të bëhen ndonjë dam, që në kaluën si njifët, për shembull, është vjedh një turist, është plaçkit, është bështone. Kjo dukuri mund të them që 3 vitet e fundit, dhash shqyqyrë Zotit, s'na kanë korriq, si themi, na respektojnë gjithë dhe ne respektojmë shumë, ku siguria është nivel shumë të lartë e ngritur në atë aspektin për siguri, si thëtë ju, nuk e kemi veç për Turqisë, kemi shumë vizitorë tjerë të cilën nuk kam numra që të flasë për shembull, po këta hasa, në frikë hasa këtë informacione, desha të ndaj me ju, i kemi dhe të vërtite. Nuk mund t'i djek që të 100 për 10 vetë. Sa është 1% e ku t'a bësh është kogja e bukur dhe e mirë është. Po,
Unë jam që them, si me shkojmë paralel, institucionet me neve të në nëzisin, edhe ti mimbajmë këtë haset kulturor, për të arsye se ato vizitor nuk vend të shef një qendër tregtare moderne apo se me. Gjithë janë fut në qarshi, edhe nëse dikush kanë kohë, se gjithë e kanë shumë letë të gishtin ka esnafet e qarshis, edhe të thot që këto e shkatruan, unë e kam thënë gjithë që këtë qarshi të parit ton e mbajten, ne fillum të mbajmë, edhe do të adrëzojmë, prapë do të adrëzojmë që të mban dikush. Për atë arsye se kemi këtë gjendje të cilën e kanë mbajten. Posa në çfarë gjendje tjetë, e kanë mbajtet pare tonë, dhe ne kemi filluar gjeneratat të treta, mund të them, që mundohemi të rikthejmë. Ta trashëgoni në një farë mënyre. Qa bëjmë? Rrujmë një kulturë të cilën kush do të në të thotë se çfarë do. Kjo është e jonja. Unë e tham prapë, e tham një mesazh. Shumë është zor ta mirë mbajsh. Shumë është le ta bëjsh. E ndërtuan të parët tonë, ta them prapë, me duart e tyre, por ne me gjak e kemi rujtë edhe me mund edhe me ndjerës edhe me gjithë shka e kemi rujtë këtë qarshi, për tjetë në këtë gjendje. Ishte të një nivel si duhet, por kone e fundit, ku dalim për binarve punët, mos koordinimi, qyteti Shkupit, komuna qendër, komuna qajrë, edhe kjo ka dalë një kaos të cilën është e papa. Urojmë që sa më shpejt të zbehen këto probleme dhe të shtohet sigurisht numri i turistëve për të parë asetin kulturor që e kemi si më të rëndësishme ne në Shkup. Bujar, unë të falenderoj jashtëzakonisht shumë nga minutat që i kemi të kaluar. Po, urojmë që sa më shpejt të kemi edhe në studio dhe të flasim më gjerësisht sigurisht për këto probleme edhe për hapjen e sezonit, pastaj pranveror. Ju falenderoj që është një pamje shumë e bukur mbrapa neve që ndoshta është në radhë. I shohim disa fëmijë të huaj të cilën vinë në qarshi, që shëtisin shumë lirshëm edhe nuk kanë asnjë frikë, asnjë send të kryer. U faleminderit dhe kërkoj ndjesë për vonesën. Ishte shumë kënaqësi. Faleminderit shumë. Të dashur miq, ishte kjo biseda realizuar me kryetarin e Esnafit të Qarshisë, Bujar Dullovi, studio.